Allahu xhallahu Sidratul Muntaha, një dru që shënon fundin. Çfarë fundi? Është mbi qiellin e 7, që atje e ka taku pejgamberin Ibrahimin alayhis salam. Që atje është Beitul Ma'mur, që është betu Allahu në surën Tur, apo. E thot Allahu xhallahu ala, që atje ka po, që atje ju ka shfaqë Gjibrili, madhësinë vet apo, që ka po. Mund ta I kanë thonë, për shkak se që atje përfundon mundësie e çdo krijese me pa diçka. Shikoj na shumë di këto me laqet Gjibrili shamanal, shkoj më atë dejte Sidratul Muntaha funi. Mi Sidratul Muntaha s'dim kur çka ka. Nuk ka. Allahu alem. Allahu xhallahu ala është në lartësinë e këtë rasë që ka kriju, mbi gjithë shka. Allahu nuk e përfshin asgjë nga krijesat e tij. Andaj tregon madhështinë. Por në këtu mi po pejgamberin. Qiell me po, gjithat madhësi, gjithat madhësi me po. Ose ka Sidratul Muntaha është se dhe që atje arrin ajo që ka vjen nga krijesat. Ndërsa edhe pinat që ka vjen përfundon te Sidratul Muntaha. Do është një shkputje totale mes krijesave në Sidratul Muntaha dhe asaj që ka mbi Sidratul Muntaha. Vetëm krijesë që ka pasur si me kalu këtë vijë e me komuniku me Allahun direkt është Muhamedi alayhis salatu wasallam. Që tu I ka dhënë Gjibrili, unë e matute nuk gëzertën. Vija, që ka që I madhë, I tutit Allah azza wa jall. Kër Allah vendos vija, kush guxon mja shkel vijat? Që ka Allah xhallahu ka vendos vija në dunja, harame, ndalesa. Njerëz që shkelin, Allahu I lën për shkak të urtësisë së dunjas që jeta me vazhdu deri në takim me të. Mirë po, kanë me pagu shtrajt, krejt ata që kanë shkel vijat. Qysh duket Sidratul Muntaha? Ka thonë, nuk dim ju ka zotë. Bukurin qëfar është ta. S'di, pejgamberi s'ka. Ka përshu pak gjithat që ka përshu që ka po për te I kësaj këta. Shumë e bukur. Vazhdimisht e ndryshushme. Që më nëjë që, që ka pa ti mërlav? Që ka pa kë? Edhe këtë të dëshmën se I ka pa. Me dëshmit Kuranit. Ti Allah po I flet. Ti Gjibrili po I vjen, e ka mësu. Ti qosh edhe thush, edhe unë me nej. Qka menon ti, mëllah? Qa ke pa ti? Që ti qosh edhe kundërshon pejgamberin, kush je ti, mëllah? Qfar potenciali kia? Qfar pregaditje kia? Qfar përvoje kia? Qfar njohuri ti? Qa din ti? Që ka Gjibrili që ju zbret edhe znjene? Që këtë botë o pa që me pat, sa atë raketën te I shkreti të hana u këthy, me gjithë debatin e u shku së rrusë të më rëndësi, ka shku, pa qka? Këtë zbret për Allah alem, kadal, sigur se me jeti shkallë, se ma në kur gjo, me madhësin e vetë, me gjithë ato, kadal, që te ka pa pejgamber sotër. E mirë, ti në ka thënë të ashtu, po ishtë në e kanë raketën. Mirë Allah, po që kë qa kë? Andaj, e fetu marune u la mera, s'fje marrë, kjo që shtu, taman, s'fje marrë me e kundërën ato qka I ka pa. Aj po I kalzën diqka për juve, burë. Aj po I kalzën një ndryshim në madhë që po ndonë mes në juve, Allah po do më ju ngritë, Allah po do më ju mësu. Allah po do më ju hapë diapazon e njëhurive për të shqisëve të juaja. Diqka që kur një t'juaj s'keni mundësi me zbulu as me edit, Allah po I mësën qka ka. Për të asoj që e sheni, për të asoj që e prekni, për të asoj që mund të kuptani, që t'jo uziron kuptimin, t'ju ngritë Allahu xhallahu ala. E reagimi juaj, ama unë s'mënej që shtët. Marrë, turp.